Miqtë e mi, po ju them pak llafe. Jam i Renozi, më njihni, një besnik fjale. Sot më ftoi kryeministri të pim bashkë një kafe. Nuk pranova se jam me shpirt i djathtë dhe kam ideale. Unë jam një i djathtë i lindur. Lirin kam frymë, kam zë. Asnjë lloj kompromisi nuk jam bindur. Jam shpirt i lirë, nuk shitem as blihem për asgjë. Dikush do të thotë, ti je budalla, nuk nxe. Dikush do thotë, Vrenozi nuk ka pyk. Por si të ulem, unë për kafe me atë që burrat i quan qyryk. Sot më thoi për kafe, ky i gjati. Më mori telefon që nga poradheci. Më ftoi të marr pjesë dhe në një podcast më foli ai, më foli e Luca, më foli Peleshi. Po ç'kujtojnë ata? Ç'duan? As më thua. Nga që jam i varfër dhe duan të përfitojnë, ata nuk e dinë zgjakris tek mua. Për idealet, milionat, kur s'më tundojnë. O i gjatë, unë me ty kafen do t'a pi. Për mua është e mirë pritur ftesa. Mbas zgjedhjeve më prit se do vi, do t'a pim kafen bashkë, atje tek pesa. Miqtë e mi, po ju them pak llafe. Ata që më njohin, ma din zemrën, shpirtin. Liria për mua është ëndra më e madhe. Po lind një frymë e re dhe shpresat po më bindin. Do fitojmë.